nuk është parë as në regjimin Ajatullahu. Frika dhe paniku i Edi Ramës ka kthyer policinë e shtetit në një organizatë kriminale. Drejtori i përgjithshëm i policisë, kamikazi i Belindës, mercenari politik Skënder Hitaj, do t'jetë përgjegjësi kryesor për këtë terror që po ushtron ndaj qytetarëve me urdhër të kreut të narkosit. Panikun e kreut të narkos nuk e ndalon dot. As këta që i kanë veshur kështu, si t'ishin për luftë, dhe as ato pajisjet, makinat, që tek Arlis SPK nuk ishin ujë, ndërsa këtu rrinë të përgatitur kundër opozitës dhe kundër popullit me ujë dhe me gjitha. Nuk e shpëtojnë. Këta janë njëranë, të urdhruar. Këta çdo njëri prej tyre nuk ka bukë të çojë të shtëpia vetë sot. Këta lëvizin vinë këmbë në punë sepse nuk kanë lekë blejnë karburantin. Por urdhri i regjimit i dikton që të përleshen me vëllezërit e tyre. Për këta ndjejmë keqardhje. Ama Edi Rama do ta paguaj 1-1 këtë terror që ushtron ndaj opozitës. Mendon se me terror do t'i mbyll gojën opozitës. Ta harroj. Edi Rama mund të përdor si kamikaz një përdorimësh Skënder Hitaj. Por duhet të kenë parasysh një gjë. Fundi i pret. Fundi i tyre, siç është fundi i Ajatullahut apo i çdo diktatori, e pret Edi Ramën dhe bandën e tij. I bëj thirrje edhe drejtorit të Tiranës, kamikazi tjetër Enton Allushi. Do t'jesh ti, do konsiderohesh nga opozita pjesë e organizatës kriminale që drejton policinë e shtetit. I bëj thirrje edhe drejtorit të operacionales së Tiranës, Zotit Bendo. Do të konsiderohesh nga opozita edhe ti si një nga antarët e organizatës kriminale që drejton policinë e shtetit. Pastaj, pa as më të voglin diskutim, edhe i famshmi nën drejtor që urdhëroi forcat e ndërhyrjes shpejt. E dini ju kush ishte drejtori i famshëm? Ishte drejtori i komanduar. Sokol Bishka, kriminali me famë, njeriu që ndorrin prit Gjergj Mehmeti. Sokol Bishka do të konsiderohet nga opozita si një nga drejtuesit tjetër të organizatës kriminale. Pra, Skënder Hitaj, Sokol Bishka, Enton Allushi dhe ky si ka i operacionales Berhani do të konsiderohet organizatë terroriste, grup i strukturuar kriminal për opozitën. Grup i strukturuar që përdoret nga Edi Rama për interesa jo të ligjit, jo të shtetit, por për interesa të karteleve, të korrupsionit të Belindës dhe për interesa të mafjes në pushtet. Qenë sigurt që opozita nuk do të ndalet. Nuk ka dhunë, nuk ka Ajatullah Surreli që mund të ndaloj opozitën. Opozita nuk do të ndalet derisa ta largoj këtë të keqe të madhe që ka kapluar Shqipërinë. Kanceri ka një rrugë, ndërhyrje radikale, detyra e opozitës dhe e shoqërisë shqiptare për të shpëtuar këtë vend nga kanceri që quhet rilindje dhe koka e kancerit që është Edi Rama është vetëm një operacion kirurgjikal radikal për ta kryer këtë regjim i cili sot e 13 vjet për ndor shqiptarë. Ta harrojnë, ditët i kanë shkurtra. Ditët i kanë shkurtra. Shqiptarët shohin mirë që sa më shumë panik, aq më shumë dhunë dhe terror. Nuk mbrohen me këta. Nuk mbrohen. Ta harrojnë se mbrohen. As me këta, as me gaz, as edhe me ato makinat, që thash, që s'kan ujë për të fikë zjarret e mafjes ndërtimit që i licencon Edi Rama, të Arlisit, po kanë ujë dhe spraj për të goditur opozitën. Faleminderit. Të gjithë pas te, të mundoka!